termi do të thotë është i pasakt. Po, termi zullum, pa e dim. I pasakt, ajo është i poshtë Po duke do vetë, vjen do të prej osmanishtes, arabishtes, që kur e she, zullum i bjen mizëri, tirani, shtypje brutale, kriminal, morbid, diçka. Një populli ju nuk e kupton, bashkë ashtu. Qysh nuk e kupton? Zullumçari bjen këtë bërës. Qashtu i bjen. Qashtu i bjen. Populli ju bashkë ashtu. A jo, nuk e kupton, a? Ne e përdorim fjallën zullum, e përdorim Që përdor populli, që ka venën populli ka kupton me votu, herët populli. Nuk është ashtu. Është i mëshëm, as është i mëshëm? Shumë është i mëshëm. Që është i mëshëm, të që s'kupton diçka. Zullumqarës që bën zullume, dëmtues e shkatrimtar, mujshar, dhunbërës. Çfarë? Pra, ka qenë kriminal, kuptimit të mbiemrit, ka qenë zullumqar i madh. Kriminal. Në dosjet e Serbisë për çlirimtar, gjithkund figuron termi që këta terrorist, janë kriminal, janë mizor, janë barbar, janë gjithçka. Tash kryeministri i Kosovës me përdor të njëjtin fjalor për mi marrë do vota, kjo është e pamoralshme, është e pavërtet, është e pamoralshme, është e pandershme me përdor këso gjuhë për mi mbri do vota. Njerëzit bashkëdhëtar tu, ti po i qunë zullumqar për mi mbri do vota. Se nuk është e vërtet, kërkush këtë vend nuk bën zullum. Se zullumi të më thonë kriminalitet, të më thonë mizëri. Kush po bën vëlla mizëri këtë vend? Kur ti e ki pushtetin që 6 vjetë, i ki këtë mekanizmat të duhet. A të full për tash? A të full për tash? E për kam po vlet? O të full për ma herë. Qysh për ma herë? Të full për ma herë. Së të full për tash. Së të full për ma herë? Për ma herë. A për ma herë ta po shkojnë në zgjerë, ja? Për ma herë. Për histori për shkojnë. O të full, është e luft, ajo është e komplet një frym. Tash ju nëse doni me thonë që mas luftës kanë qenë qytetar ekzemplar, që s'ja kanë zonë udhën kërkuj, që s'ja kanë zaptu pronën kërkuj, që s'ja kanë re kërkan, që s'ja kanë bo në regull. Po janë qlemi populli vogël edhe gjona dihen. Edhe ai mbledh i akumulum ka rezultu që ky zotëria i merr 50%. Ky është që 6 vjet pushtet nuk ka mbledh popullor kundër ti. Ka mbledh të njerëzve që janë këtu në studio, po mbledh popullor kundër ti nuk ka. Mos foni me emra. Po. Mbledh popullor kundër ti nuk ka. Edhe me dorë bon. Domethënë. Jo, është normal, tash nëse s'ka mbledh popullor tregon që ky megjithatë ka një piedestal moral për Ata të veç ja fut këtë, kur nuk e gjendje me kallëzu që kanë bojë sta zullumqar. A kënë në diçka të vogël, veç kallëza, me emër e me thonë, krejt gazetarët e të poshtër, krejt u që këja janë poshtër, krejt komandantat kështu, krejt opozitas kështu, akina janë konkret, atëherë je ka shpif, kallëza emra, kush që ka bo zullum, kush kujna ja ka morë pronën, kallëza me emra. Jo, se me qitlërgjik është kriju gjikata speciale sot. Jo, se su kriju gjikata speciale për prona, su kriju për prona. Tu i thonë që si lohi. Su kriju për prona gjikata speciale. Aki emra, kush ka për prona që i kanë marë, kush kujna ja ka morë, kush kujna ja ka morë. Jo, unë s'po di, s'po di. A dhe vështë mjerimi krejti qoj punë. Janë bo milionera njerëzve, janë bo milionera. Ku është mjerimi i këtë janë bo milionera, më nëse i doni me thonë që janë bo puni. Përmeni more me emna? Që ky vend? Përmeni me emna, kush? Sa njerëz e kanë shu Kosovën që 4 vjetë që ka mandatin? Sa njerëz? 140.000 njerëz e kanë braktisë që të vend. Pse e kanë braktisë? Dhe shkojnë dhe votojnë për Albinin nga diaspora. Ja, nuk e votojnë. Mos manipullo. 140.000 njerëz. Pse? Se në qëtë vend s'ka perspektive ekonomike. Mirë, ata që kanë i gjera. 140.000. Ata me votu shumica për dërtime. Ta dërgojë. 140.000, se nuk ka perspektive ekonomike. Se këtu nuk kërkush ma nuk pret se diçka ka mëndu. Mirë. Edhe ti tash për me majtë pushtetin shkon këthejesh në tema të para 20 vite. A diçka të rigon kjo?
tregon që ti ka humb trupi bre. Janë kthy këta mara. Ta kanë kthy se kanë dhënë për luftonu çikën. Ta kanë kthy temën. Ti nuk ke vizion ekonomik. Mbrojtje për veten, ku nuk kemi qenë çikën. Ka dalë se janë temë ndona. Ti nuk ke vizion ekonomik. Dy tema të ndome. Ti s'ke vizion ekonomik. Ti nuk i ofron kur gjok finali përveç propagandë. Propagandë. Nuk është ajo temë zgjedhje fort. Ja, që ashtu s'është temë zgjedhje. Ja. Nuk është temë zgjedhje fort. E për çka është? Për dukra, po? Për dukra. No, është ta mas 10 vjetë, po, tempo, alozi ka rani ati mobil. Qëlla, kjo është shumë e thjesht, në fakt nuk është se kemi pona. Thonë qaj lloj diskursi që i flet një sentimenti caktum, që po shihet që elektorati i vetëvendosur dhe i LDK-s në një masë madhe mundën me lëviz malet kanioni kam të tjetri, po në esens janë anti-PDK. Më thonë që aty është që gara për më duhet e vërmeni valione. Shëtu, gara vesh mes vetëvendosjes dhe PDK-s. Ama na duhet më konë të shqetësu si shoqni, qysh hala zënë vënë në vesht e në sytë e njerëzve një lloj gjykimi histori vjetrum. Më thonë për ato që ka ndodhë dhe se nuk ka ndodhë. Prandaj na nuk folim për tema ekonomike, sociale, as arsime, as shëndetësi, as kujtohesh. Dhe kjo shumë ma lehtë bëhet. Jetë duke manipulu Dibran. Po manipulon Dibran, sepse kur janë sulmu themin thojza, bizneset e njerëzve, a brojtja ka qenë, ne kemi qenë UÇK. Nuk shkojnë bashkë këto, nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë bashkë. Nuk shkojnë OBC-ja. E çdo lloj populizmi është me ndo popullsin në dysh. Kur e ndo në dysh, kur tu hajnë dhe patriot, kur tu shlirimtar dhe zullumqar, kur thu adetar dhe tratar, e kish shumë atlet mi apelu njonit edhe hajnë edhe patriot ose tjerë. E vërtet që s'mund të t'jesh. Kallzoj kush e Edhe a ka hajna aktualisht këtë qeveria s'ka? A ka hajna ajo? A ka tendera as ka? Kush t'i merr ata tendera apo dia as po dia? Po flas që sjellja e pahishme gjeneron mlef. Domethënë, kjo qeveri nuk prodhon qia atë shumë sa me prodhu mlef. Ka që është problemi. Qeverit e kalume kanë prodhu qia që kanë prodhu mlef. Ka që, tash kjo qeverit po prodhon mjaftushëm qia, nuk ka mjaftushëm hajna,